Zbardhen detaje nga vrasja e 51 vjeçarit Valbon alias Marko Beqiri nga 24 vjeçari Taylor Tivari mbrëmjen e djeshme në Durrës. Burime nga grupi hetimori than Top Channel se ndryshe nga pretendimi i autorit se viktima tentoi ta përdhunojë ndaj e qelloi, vrasja dyshohet se ka qenë e paramenduar dhe palët dyshohet se ishin në një lidhje homoseksuale me njëri tjetrin. Viktima është masakruar nga i riu që rezulton se e ka goditur mbi 20 herë me thik. Viktima u gjet vetëm me të mbathura. Nga këshirja e vendit të ngjarjes rezulton se ai është qelluar që tek dera nga autori i dyshuar, më pas ka pasur përleshje mes tyre. Viktima ka tentuar të mbrohet, ndërkohë që apartamenti është gjetur krejt i mbuluar në gjak, që nga dera kryesore në të gjithë banesën. Viktima u gjet poshtë tavolinës në kuzhinën e apartamentit. Gjithçka rezulton se ka ndodhur brenda një harku kohor prej 25 minutash dhe në kamerat e sigurisë është parë edhe hyrja e 24 vjeçarit në pallat. Ndërkohë më herët, në dëshminë e tij, autori i dyshuar i krimit deklaroi se viktima tentoi ta përdhunonte. Me 51 vjeçarin njiheshim, ishim miq. Më thiri në banesën e tij dhe shkova për të pirë një gotë birr. Pas bisedës 51 vjeçari tentoi të më përdhunonte. Tentova të mbrohesha, ai ishte më i fuqishëm se unë, i shpëtova, mora thikën e bukës dhe e qellova. U përleshëm me njëri tjetrin sepse nuk më lejonte të largohesha. Jam larguar i tronditur nga vendi i ngjarjes, nuk e mendoja se ai do të vdiste, ka deklaruar 24 vjeçari. Dëshmi që sipas bluve rezulton e rreme.